Duke se vit 2026 do të nisë me lajme të mira për pensionistët, po shpreson që qeveria ti mbaj këto fjalë për shkak se 2 herë të fundi ka gënjur dhe po i mban me shpresë të akot pensionistët, edhe pse mundësia e tyre për të bërë një jetë normale është shumë e vështirë. Nga ky fillim viti, hyn në fuqi dhe vendimi i qeverisë për rritjen e pensioneve nëpërmjet bonuseve mujore, ashtu siç njoftoi më herë dhe kryeministri Edi Rama. Rrjeta do të jetë e përmuajshme sipas kategorive të ndryshme të pensionistëve. Përfituesit në qytet të marrin shtesë rreth 1800 lekë në muaj, 800 lekë në muaj për pensionistët urban të pjesshëm, 1000 lekë në muaj për pensionet rurale, 700 lekë në muaj për pensionet familjare dhe 600 lekë për pensionet e invaliditetit. Kjo skemë e re e panjohur më parë synon që të përmbush angazhimin e qeverisë për të çuar pensionin minimal në vend 20.000 lekë dhe pensionin mesatar në qytet 40.000 lekë. Por çfarë do të përfitojnë konkretisht një pensionist i cili sot merr 27.000 lekë në muaj? Në vitin 2029 ai do të marrë 40.000 lekë në muaj, edhe për pensionin e dalë nga kontributet në fshat, një individ që sot merr 11.000 lekë në muaj, pas 4 vitesh ai do të ketë një pension mujor 18.000 lekë. Sot, përfitues në skemën e kontributeve shoqërore janë rreth 730.000 individ, numri të cilëve shtohet çdo vit me 15.000 pensionistë. Ndërkohë, Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit ka lajmëruar se brenda vitit 2026 pritet reformimi i skenës së pensioneve me synim rritjen e qëndrueshmërisë dhe përfitimit. Pra duket qartë që kryeministri Edi Rama kërkon që deri në fund të mandatit të rrisë me të paktën 7.000 lekë pensionet tek minimalistët dhe 130.000 lekë të vjetra tek pensionet e larta që supozohet të jenë 200.000 lekë deri në 270.000 lekë. Por ai sapo lançoi dhe një ide të re e cila thoshte se çdo bonus që vihet çdo muaj, vitin tjetër do të dyfishohet. Pra në qoftë se këtë vit marrin 6.000 lekë në muaj, vitin tjetër bie të marrin 12 në mënyrë për ta përshpejtuar më shpejt rritjen e individit dhe pensioneve të tyre. Çfarë mendimi keni ju për të ngjarje? Komentoni mendimin tuaj dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe për të mos humbur asnjë video të re të kanalit ton. Ju faleminderit.